propozimi nuk ka qenë aq formal e zyrtar. Kemi qenë në bisedime e sipër dhe propozimin e ka thënë në mëngjes nënkryetari i parë i Vetëvendosjes dhe zëvendës kryeministri i parë i Ministrit të Punëve të Jashtme të Diasporës, Glau Kënjufsa. Kur është pyetur nga gazetari, është as ulur nuk janë, është një qëndrim në këmbë për një çështje krejtësisht tjetër. Ai thotë që do të ishte nder për neve emri Murat Jasharit dhe pastaj një portal. Na kemi, shikoni, na gjithmonë kemi dashur atë gjë. Por edhe një herë kemi qenë në ndërtim të... Du ta dojë edhe zoti Murat Jashari. Natyrisht, pa të zbët. Në kam qartë atë punë. A besoni që doli pa keq, krejt situata kur ai doli dhe refuzoi, se fundja fundit njeriu propozohet kur du ta kesh marrë vullnetin e atij asaj. Ashtu siç ja kishin bërë një lloj prite me kamere me mikrofon Glaukut, shumë fish më keq ja bën vet profesorit të Fakultetit Juridik Murat Jasharit, cili... Ai media e bëri këtë gjë dhe du ta bëj. Kjo është të marrësh qëndrime detyra jonë. Dakor, e kuptoj, po edhe tash, si me thënë, u thanë ato fjalë dhe ja ku jemi tani. Por, me qenë sa ajo nuk u realizua, ne kishim edhe liderën e shoqërisë civile Feride Rushitin, tash PDK-ja. Kjo referoni si lidere, me gjithë respektin, se zonjën Feride Rushitin